Pas publikimit të një emaili nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kërkonte kryeministrit Edi Rama anullimin e procedurave tenderuese për portin në Porto Romano në Durrës, Edi Rama ju është kundërpërgjigjur duke i cilësuar si qëllime dashakeqëse që vijnë si pasojë e xhelozisë që ka sjellë ky projekt. Ndërsa në emailin e dërguar nga Grant Van Cleve, kreu i dhomës amerikane të tregtisë në Shqipëri, kryeministri njoftoi se një port i vogël në Durrës do të dështonte korridorin e 8. Rama u shpreh i vendosur për të vijuar me këtë projekt, duke folur me gjuhë kërcënuese. Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi dhe armiqësi ndaj projektit. Ata që e luftojnë projektin, ata që spolon gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Kryeministri Edi Rama u shpreh i bindur edhe për hapjen e aeroportit të Vlorës, megjithse kjo çështje është në proces gjyqësor për shkak të konfliktit të pronësisë.